Po, kur tjetri birësohet, bën zgjidhjen e tij. Politikisht e kam fjalën, se jo kështu sa i ka prindet e vetë dhe po, politikisht ai po e ka bërë tani, s'kam si po jo. Tani për dënime që po jemi këtu. Që ta dini të gjithë. Një ditë më vjen nga burgu në zyrë. Se mirë është me qenë se hapë bisedën. Dhe më thot, erdha të marrë një mendim. Çfarë mendimi i them? Urdhë, e prita mirë, sigurisht. Kemi bërë gjithçka për ta cilësuar burgosur politik dhe e ka merituar plotësisht. Çfarë mendimi? Urdhë, i them. Tani thot, më ka ngel 3 muaj burg. Për të dalë, më takon me dalë sipas ligjit, por kërkojnë nga unë një deklarat në të cilin duhet të garantoj se nuk do të vras Fatmir Gllafe. Po, kush ta kërkon ty këte? Ma kërkon gjykata për të firmos dhe drejtoria e burgut. I tha mund, po ti je i burgosur politik.